Sipas faqes investigative # në materialet që lidhen me shpalljen non grata të ish kryeministrit Sali Berisha në SBA, përfshihet edhe një intervistë që ai ka dhënë në mars të vitit 1997 për televizionin shtetëror iranian. Intervista u transmetua fillimisht në Iran dhe më pas u publikua në Bosnjë nga revista Lilian. Më vonë ajo u përkthye në shqip dhe u botua në revistën Rimëkëmbja në prill të atij viti. Në intervistë, të dhënë në kulmin e krizës së vitit 1997 në Shqipëri, Berisha bën disa deklarata të forta për rolin e fuqive perëndimore në zhvillimet politike dhe ekonomike të rajonit. Ai pretendon se vendet e mëdha perëndimore, përfshirë SBA-t, përdonin argumentin ekstremizmit islamik si justifikim për ndërhyrje politike dhe për realizimin e interesave të tyre. Sipas tij, këto politika kishin ndikuar jo vetëm në situatën e Shqipërisë, por edhe në konfliktin në Bosnjë. Në intervistë, Berisha shprehi gjithashtu se kishte toleruar disa shkelje të embargos ndaj Jugosllavisë për shkak të presioneve ndërkombëtare dhe të një situate që ai e konsideronte shumë të ndjeshme. Ai sugjeronte gjithashtu se disa banka ndërkombëtare kishin ndikuar në zhvillimin e skemave piramidale në Shqipëri. Deklaratat e bëra në atë kohë interpretohen nga disa analistë si përpjekje për të siguruar mbështetje politike në botën myslimane gjatë krizës së vitit 1997. Megjithatë, në vitet pasuese, qëndrimet publike të Berishës ndaj Iranit dhe politikave ndërkombëtare ndryshuan ndjeshëm.